për atë arsye unë do të thotë jam influencer dhe kam qejf që t'i motivoj gjitha gratë, nanat që t'jenë aktive edhe të bojnë sa ma shumë, për shkak se përfitimet janë të mira, pse mos bojnë video edhe ato. Për këngën Dashnia. Kjo është një projekt i përfunduar, apo jo? Po. Dashnia, do të thonë kënga e parë ka qenë kjo, edhe unë do të thotë kam qenë në TikTok, kam hi në ato live-et e mia si ma heret, tash pak jam shkëput, edhe aty do të thotë kam pas shumë ftesa që më kanë bo, eja të bëjmë një kongë, ki zonin, ja vlen të bësh një kongë e kështu. Normal që une do të thotë ëndrat e tua edhe talentin tonë nuk mundet me ta hup asnjëri, edhe mu merr dhe momenti që ta vërtetoj këto dhe ta testoj tamam plotësisht. Normal që kam pas frikë si do ta presin njerëzit,